Prokuroria e Tiranës ka kërkuar pezullimin e drejtorit të agjencisë së mbikëqyrjes policore Gzim Sala në hetim për shpërdorim detyre. Hetimet e prokurorisë zbulojnë se Musa Shaljani, i njohur dhe si Sheqeri, ishte i punësuar në mënyrë të palishme në AMP në pozicionin e ndihmës specialistit në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale. Dokumentet e dorëzuara nga Shaljani rezultojnë të falsifikuara, pasi nuk ekzistonin në sistemin zyrtar të AMP-s. Punësimi i tij kishte ndodhur brenda vetëm 2 muajsh dhe pa respektuar procedurat e detyruara ligjore dhe rregullat e brendshme të agjencisë. Prokuroria bën të ditur se Shaljani kishte marrë rrok të rregullt që nga data 16 shtator deri në 11 nëntor 2025 pa u paraqitur kurrë në punë apo pa kryer ndonjë detyrë zyrtare. Hetimet tregojnë se kjo situatë ka ardhur si pasojë e urdhrave të drejtorit Sala, i cili ka lejuar punësim në shkelje të ligjit. Për këtë arsye, ndaj Gzim Salës është vendosur masa e sigurisë, ndalim i daljes jashtë shtetit dhe pezullimi nga detyra i ushtrimit të funksionit publik. Autoritetet kanë nënvizuar se veprimet e tij kanë krijuar rrezik të drejtpërdrejtë në funksionimin e lishëm të AMP-s dhe po vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e tjera penale që mund të lindin nga ky rast.